çarjen e rrethimit, pra për të deportuar kordonat e sigurisë dhe për të futur brenda rrethimit në ndërtimin e këndit të lojrave, kanë qenë vetë deputetët të Partisë Demokratike që iniciuan të parët hyrjen brenda rrethimit të projektit. Zoti Paloka, zoti Strazemiri, zoti Ristani, zoti Noka, por edhe deputetët si Jorida Tabaku, zonja Hajdar Mataj, pra kanë qenë në rrethimin të parët në rrethimin dhe të parët në protestë për të çarë dhe për të përplasur dhe për të shembur rrethimin e ndërtimit, rrethimin ku do të ndërtohet këndi i lojrave. Në këtë përplasje fizike ka patur dhe të lënduar në radhët e protestuesve. Nuk di të sqaroj nëse bëhet fjalë për mënyrën se si është goditur ky person, por të gjithë protestuesit, po ashtu dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe deputetët kanë refuzuar ardhjen e ambulancës, pra ndërhyrjen e bluzave të bardha për të transportuar me urgjencë personin e lënduar. Aktualisht gjendja është më e qetë, deputetët e Partisë Demokratike dhe qytetarë janë brenda rrethimit të këndit të lojrave. Rrethimi i cili u shëmb pak më më parë është ngritur dhe një nga efektivët e policisë bashkiake dhe efektivët e komisariatit të numër 1 të policisë Tiranës gjithashtu, por sërish vjen të jetë një situatë që mund të ketë sërish, pra mund të ketë sërish përplasje fizike, sepse një pjesë e deputetëve qëndron brenda, qytetarë të tjerë të shumë protestues janë jashtë rrethimit, por që her pas here kërkojnë të kalojnë sërish të rrethimin, pra të deportojnë mbi kordonat e sigurisë të policisë për të kaluar brenda rrethimit. Qëllimi është për të zaptuar këtë hapësirë i lojrave, sot nuk punohet, në fakt është një ditë pushimi referuar dhe pas punimet sipas Bashkisë Tiranës, por edhe ajo që shihet ka nesër me ritme e kanë fjalën për të krijimin e infrastrukturës së nevojshme për ndërtimin e këtij projekti. Nuk mund të them akoma që protesta ka përfunduar dhe situata është shqetësuar, mund të flas për momente të cilat her pas here ka një situatë më të qetë, por vijon sërish të ketë brohoritje për të deportuar nga rrethimi. Dhe aktualisht zoti Noka është një nga ata që sapo hoqi një pjesë të rrethimit dhe sërish situata tashmë po degeneron në përplasje fizike midis uniformave blu që kërkojnë vendosjen e sërish të rrethimit dhe në anën tjetër të deputetëve të Partisë Demokratike dhe qytetarëve. Kjo është hera e tretë që bëhet një përplasje e tillë, ndërkohë që protestuesit kërkojnë, ju bëjnë thirrje policisë që të mos përdoret të dhunë ndaj tyre dhe ndaj deputetëve. Dhe vijon të bëhet thirrje për të tillë qytetarë që të heqin të shëmbin rrethimin për të kaluar brenda hapësirës së parkut. Ka përplasje sërish përplasje fizike, në radhët e para qëndrojnë deputetët të Partisë Demokratike, ndërkohë që situata ka bërë që të kemi përforcime në mënyrë të konsiderueshme, jo vetëm të policisë bashkiake, por edhe të repartit Shqiponia, të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, që të kanë ardhur me skafando. Pra ka një shtim të masave të sigurisë edhe për shkak të situata që dhe jashtë kontrollit.